Kaj falje. Me të vërtet 2 vite shumë të vështira kanë qenë për mua. Ka qenë në shtëpinë e tij dhe fjalët e tij kanë qenë se nëse don me konë mirë te dhe familja jote, ndërpreje këtë zbulem apo çfarë të themi. Unë kom punu mbi 17 vite në këshill, por asnjëherë nuk janë largue akuzat ndaj meje. Sot kemi bërë kallëzim penal duke përfshirë vetë krerët. Mëftijun e nderuar, zëvendës mëftijun, kryetarin e degës apo Bashkisë Islame në Prishtinë, kryetarin e Bashkisë Islame në Fushë si dhe 3 të tjerë për deklarim të rrem. Kryetari i degës në Fushë është edhe nipi djali i vllat të mëftijut Naim Dornava dhe i njëjti disa herë duke e shfrytzuar emrin e mëftijut apo axhës së tij, ka marrë të holla nga arkatari në fjalë. Gjatë ditës së sotme së bashku me avokatin tim Kastriot Feka, kemi paraqit një kallëzim penal për të gjitha ato keqpërdorimet që kanë ndodhur në BEK. Dhe për të gjitha akuzat që mu janë drejtuar mua për keqpërdorim. Nuk ndihem asnjëherë përgjegjës përderisa të gjitha të hyrat dhe të dalurat e këshillit kanë qenë me urdhër, lejen dhe nënshkrimin e kryetarit Hetem Sopjani. Unë dhe bashkëpunëtorët të tjerë të cilët kemi punu në zyre, kemi qenë vetëm zbatues të detyrës apo të urdhrave që na janë dhënë nga urdhërdhënësi. Dhe për çdo gjë që çfarë ka ndodhur, si ka shku dhe si është kon procedura, u jam në gjendje të përgjigjem apo të raportoj para çdo puji. Për ndryshe, nuk e ndi dhe njëherë për potencoj veten fajtor për këtë akuzë apo për këtë ngarkesë që mu është drejtu mua. Kjo punë është mbi 2 vite dhe arsyeja që është mbet ka gjatë ka qenë unë kom punu mbi 17 vite në këshill dhe duke e pa fuqinë, pushtetin, forcen, njëna për tyne ka qenë kjo arsyeja pse është diskutu, është debatu, jemi mundu me gjetë një gjuhë të mirë kuptimit që kjo mos të bëhej më madhe, por asnjëherë nuk janë largue akuzat ndaj meje. Nga se dhe sot jam në hamendje apo i çuditur se si urdhërdhënësi asnjëherë nuk është përmendur. Do të thotë ka qenë përgjegjës dhe nuk është përfshi në asnjë rast të tillë. Kohëve të fundit, edhe dje kam pas shumë telefonata të cilat mua më thonë që mos e ço më gjatë një mënyrë apo hesht, nga se do të bëhej më keq për ty. Por edhe më herët, para se me fillu, do të thotë edhe emisionin e parë të debatit, mua më është thonë që nëse ja dën të mirën vetes dhe familjes tonë. Kaj falje. Me të vërtet 2 vite shumë të vështira kanë qenë për mua. Kërkoj ndjes për këtë emocion të bariot, por siç po thënë i njëjti ditëve të fundit ka pranuar kërcënime përmes telefonit, e një ndër kërcënimet ka qenë para disa ditëve, kur i njëjti dikush nga shokët apo të dërguar nga këta të fuqishme siç i quajnë kë, ka qenë në shtëpinë e tij dhe fjalët e tij kanë qenë se nëse don me konë mirë te dhe familja jote, ndërpreje këtë zbulem apo çfarë të themi. Nuk e ka kursy. E ka kursy në atë pjesën se është musliman si shumica prej nesh, por ka pasur frikë. Siç e tha edhe sot, edhe më herët duke njohur fuqinë apo pushtetin suprem, 25 vite, nëse mund të quajmë ashtu persona të paprekshëm këto pozita, dhe e ka pasur të pamundur. Edhe sot është teje të friksuar gjatë rrugës, kemi ardhur bashkë për shkak se nuk ja ka marrë mendja më orë pe frikës se sipas tij ka pasur raste kur më herët njerëz që kanë dashur të shpalosin këtu kanë përfunduar shumë keq. Po tash edhe në kallëzimin penal që u shtruan sot në emrin e Bari Regjës, treguohet se kanë marrë holla udhëheqësit e Bashkisë Islame, udhëheqësi i degës së Prishtinës, udhëheqësi i degës së Fushë Kosovës, kanë marrë
holla ashtu pa kurfar përshkrimi, pa kurfar arsye. Sot kemi bërë kallëzim penal duke përfshirë vetë krerët. Mëftijun e nderuar, zëvendës mëftijun, kryetarin e degës apo Bashkisë Islame në Prishtinë, kryetarin e Bashkisë Islame në Fushë Kosovë, si dhe 3 të tjerë për deklarim të rrem. Po këta vlen të cekë që kryetari i degës në Fushë Kosovë është edhe nipi djali vllat e mëftijut Naim Dornava dhe i njëjti disa herë duke e shfrytzuar emrin e mëftijut apo hoxhës e tij ka marrë të holla nga arkatari në fjalë, po me gjasa ndaj arkatarëve tjerë. Për shkak që aty nuk ka qenë vetëm Bariu, kanë qenë 3 zyrtar të financave që kanë pas mundësi të kryen pagesa, po që të gjithë çdo pagesë është dashur, ka qenë e domosdoshme të shkojë përmes Hatem Sopjanit, kryetarit të degës. Klientin tim kanë akuzuar për shkak se nëse mund të themi shkurt pastër s'është i dobët. Për parat, për keqpërime që ka ndodhur nga gjithë bashkia islame. Kanë shkurt prej detyrës. Jo, arsyeja ka qenë keqpërdorim. Po i njëjti siç e tha edhe sot, çdo pagesë, qoftë 1 cent, qoftë 1 euro, është dashur të bëhet me nënshkrimin e Hatem Sopjanit. Të emocioneve dhe njëherë po përmendi, unë nuk po e ndi veten sigurt. Unë për çata kam dashur para mediave nga organet përgjithëse një farforme apo të më frojnë mbrojtje, dhe të më frojnë siguri. Ndoshta nuk e kam këtë hallin tim, kam hallin e familjes, e kam hallin e fëmijëve. Nuk sti që ka thëmë tjetër.